Rreth 20 pjesëtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës Srpska u vendosën sot para qendrës administrative të qeverisë së këtij entiteti në Sarajevën lindore, një ditë pasi u pengua hyrja e pjesëtarëve të Agjencisë Shtetërore për Hetim dhe Mbrojtje brenda saj. Siç raporton Radio Europa e Lirë, policët po pengonin qasjen në ndërtesë para së cilës ndodhej një grup gazetarësh, ndërkohë që nuk ka konfirmim zyrtar nëse presidenti Milorad Dodik ndodhej brenda saj. Protokolli i presidentit të Republikës Srpska parashikon që ai të marrë pjesë në hapjen e ndërtesës së rektoratit të Universitetit në Sarajevën lindore dhe më pas do të zhvillojë një takim me udhëheqësit e komunave Pale dhe Sokollaç. Kujtojmë se policët dje në mbrëmje u andaluan hyrjen pjesëtarëve të Sipas në ndërtesën e qendrës administrative në Sarajevën lindore, në kohën kur Dodiku po zhvillonte një takim me përfaqësues të qytetit të Sarajevës lindore.